rruga e drejtë për shkak të punës së tij, askush nuk ka mundësi ta rikthejë atë në rrugën e drejtë përveç tij. Dëshmoj dhe deklaroj se i vetmi i cili meriton të adhurohet me të drejtë është Allahu i madhëruar, krijuesi i gjithësisë, krijuesi i çdo gjëje, dhe se Muhamedi alayhis salam është robi i Allahut dhe i dërguari i tij. Të dashur vëllezër, ju kërkoj ndjes për shkak se nuk jam përmbajtur takimit ton që kemi lënë një herë në muaj. Në shumicën e rasteve kam pasur arsye, po kam pasur edhe raste që edhe kam neglizhuar. Allahu më fal mua. Dhe ne kemi filluar shpjegimin e librit Fadlul Islam, vlerat ose pozita e lartë e Islamit, ose vlera e lartë e Islamit. Libër të cilin e ka shkruar autori i njohur për ju, për gjithë ne, dietari i njohur dhe i shuar Muhammed ibn Abdul Wahhab, Allahu më mëshiroft atë dhe tërë dietarët e Islamit. Jemi në muajin Shaban, në mes të muajit, dhe doja t'ju kujtoja që në natën e 15 të muajit Shaban është një natë e veçantë, jo se në këtë natë ka disa adhurime të veçanta që bëhen specifike, ose adhurime, ose dhikre, lutje të veçanta, por se është një natë e veçantë duke u bazuar në hadithin që thot profeti sallallahu alajhi wasallam, është i vetmi hadith që është i saktë që prek dhe përmend këtë natë me vlerë, thot në këtë natë Allahu i madhëruar shikon tek robërit e tij dhe i fal tërë krijesat e tij, pra tërë njerëzit. Përveç kujt? Përveç idhujtarit dhe atij i cili është mushahid, është ai cili ka armiqësi dhe urrëtie ndaj vllajt të tij pa të drejtë. Ose i ka bërë bojkot, i ka bërë, pra është larguar dhe nuk i flet, nuk i jep selam vllajt të tij në Islam, në besim, ose vllajt të tij që ka dhe në gjak dhe në Islam. Ose ai cili i ndërpren lidhjet farefisnore pa të drejtë. Gjithashtu mushahin ka ardhur, pra një nga përkujtimet, ai i cili urren dhe është larg ndjekjes së rrugës profetike. Pra, atë të cilët janë përjashtuar nga mëshira e Allahut në këtë natë, është idhujtari me tërë llojet e idhujtarisë, qoftë në lidhje me çfarë ai beson në zemrën e tij për idhujtarisë, qoftë çfarë ai alaykum salam, çfarë ai mund të flasi për idhujtarisë, qoftë ai e bën atë pra nga padia ose me vetdije, dhe normalisht që ai i cili e bën pa vetdije, pa qëllim, justifikohet deri në momentin kur ai mësohet, por se mbasi ai mësohet dhe kundërshton të vërtetën, atëherë nuk ka justifikim për të, dhe alaykum salam. Dhe kategoria e dytë është ai i cili ka urrëtie, ka armiqësi me vllajën e tij në Islam, në besim, dhe mban qëndrim ndaj tij duke u larguar nga ai dhe duke e bojkotuar atë. Këta dy persona Allahu i madhëruar nuk i fal këtë natë, natën 15 të muajit Shaban. Dhe nuk ka hadith të saktë që tregon që në këtë natë bën adhurime ose dhikre ose lutje të veçanta. Të gjitha hadithet që kanë ardhur për këtë natë janë hadithe të dobta, të pasakta ose të trilluara. Atëherë fillojmë në shpjegimin e librit tonë. Përmendëm herën e kaluar një njohje të përgjithshme rreth librit dhe thamë që ky libër, edhe pse është i shkurtër, nuk është shumë i gjatë në rreshtet e tij, por se përmban sqarime shumë të rëndësishme.
sqarimet të cilat lidhen me bazat dhe rregullat që besimtari duhet t'i di në lidhje me besimin e tij, në lidhje me metodologjinë që ai duhet të ndjeki në kuptimin e besimit të tij dhe të fesë të tij, të përfituara këto baza dhe rregulla nga Kurani dhe Suneti, ashtu qysh i ka kuptuar të parët tanë të mirë prej sahabëve dhe tabiinëve. Sahabët janë shokët e Profetit sallallahu alajhi wasallam dhe tabiinët janë shokët e shokëve të Profetit sallallahu alajhi wasallam. Atëherë, ky libër përmban këto tematika, të cilat janë ndarë në çështje akademike dhe kapituj. Kapitulli i parë është kuptimi dhe komentimi i Islamit. Çdo thot Islam? Autori vjen fillimisht e hap librin e tij duke i mundësuar lexuesit të njihet me Islamin, me konceptin e Islamit në përgjithësi. Çdo thot Islam. Kapitulli i dytë është flet për vlerën e lartë të Islamit. Atë vlerë që Allah i madhëruar i ka dhënë fesë të tij. Feja është rruga që Allahu ka zgjedhur për njerëzimin, për njeriu, për individin, për çdo shoqëri njerëzore që duhet ta pasojë dhe ta ndjeki. Ato rregulla, ato ligje, ato dispozita hyjnore të zbritura nga Allahu i madhëruar që e ka detyrë çdo njeri t'i pasojë dhe t'i nështrohet atyre. Vlera e lartë e Islamit vjen dhe buron nga Allahu i madhëruar. Kapitulli i tretë është sqarimi i bidateve i shpikjeve në fe. Se bidatet shpiket në fe janë nga punët më të rrezikshme. Shpiket në fe janë nga punët dhe çështjet më të rrezikshme. Nuk ka çështje më të rrezikshme për besimin e besimtarit musliman, për adhurimin e tij, se sa shpiket në fe. Çdo shpikje në fe është e refuzuar. Kush vjen me një shpikje në diçka të re në fen ton, është e refuzuar. Men ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa rad. Kush shpik dhe kush vjen në çështjen ton, në fen ton me diçka që nuk është prej saj, ajo është e refuzuar. Sepse Islami është plotësuar. Islami, feja Allahut të madhëruar, është e plotësuar. Nuk ka nevojë për shtesa dhe për mangësi. Askush nuk ka të drejtën të shtojë. Islami, e bukura e fesë së Allahut të madhëruar është se kjo fe është e ruajtur nga ai. Ky Kur'an është i ruajtur nga Allahu i madhëruar. Suneti gjithashtu, që është prej Kur'anit, është prej Allahut të madhëruar, është i ruajtur nga Allahu i madhëruar. Kjo fe në tërësi është e ruajtur nga Zoti i madhështor, do mbesi deri në fund, do mbesi kjo fe, edhe nëse do psohet ajo do mbesi, edhe nëse pasuesit e saj paksohen ose dobësohen, do ketë patjetër shembuj për pasuesve të rrugës së drejtë. Në çdo kohë dhe në çdo vend. Dhe askush nuk ka të drejtën të paksojë dhe të shtojë diçka në fen e Allahut të madhëruar. Kush do qoftë grada e tij, vetëm se Allahu i madhëruar ka të drejtën, ka në dorën e tij, pra të drejtën e plot, dhe ai është Zoti i gjithësisë, vetëm atij takon e drejta të ligjësoj, të shtoj, të paksoj, dhe ajo derë është mbyllur, dhe gjithashtu i dërguari i tij sallallahu alajhi wasallam Muhamedi sallallahu alajhi wasallam në kohën kur ai ishte i gjallë, dhe jo se dikush mund thotë pash profetin sallallahu alajhi wasallam në hëndër, dhe më tha një punë të mirë ta veproj, ose më tha për diçka dhe unë tani po e veproj se e kam parë në ëndër profetin sallallahu alajhi wasallam, dhe
Kam argument. A i pranohet kjo fjalë këtij personit? Nëpërmjet ëndrave? Jo. Refuzohet. Sepse ëndrat nuk janë rrugë për rrugëve të ligjësimit që ne përfitojmë dispozita, adhurime të reja. Dhe gjithçka është e mbyllur me Kuranin dhe me vdekjen e Profetit sallallahu alajhi wasallam. Kapitulli 4 është sqarimi se cilat janë shenjat, simbolet, kriteret e përkatësisë së vërtet. Si e njohim në një person ose rrugën e vërtet. Cilat janë simbolet dhe shenjat dhe kriteret që ne mund dallojmë personin i cili ka ndjekur rrugën e drejtë dhe personin që ka ndjekur rrugën e gabuar dhe devijuar. Do mësojmë që ky libër, inshallah, Allahu na dhon të jetë dhe iman dhe shëndet, se cilat janë simbolet, shenjat dhe kriteret e njerëzve të rrugës së drejtë dhe atyre që janë në rrugën e humbur ose në rrugën e shpikur. Gjithashtu, do shtjellojmë në kapitullin e 5 se cila është metodologjia e saktë në lidhje me prioritetet dhe cilat janë çështjet më primare se të tjerat. Pra, besimtari urdhërohet me disa çështje në fenë e tij. Të mësosh se cila është më primare për ty për ta zbatuar në një moment të caktuar, në një gjendje të caktuar, është një dije shumë e rëndësishme. Të njihesh me metodologjinë e saktë e cila të mëson ty se kujt japësh përparësi tek çështjet për të cilat ti je i urdhëruar. Pra ka gjëra që janë më të rëndësishme se të tjerat, më të domosdoshme, më primare. Atëherë, nëse këto përplasen me njëra tjetrën, duhet të di besimtari të dallojë dhe të njihet se cila nga ato çështje ka më shumë rëndësi për ta zbatuar ose për t'i ftuar të tjerët për shembull. Në lidhje me veten tënde se ku të fillosh tek zbatimi i tyre ose në lidhje me ftesën e të tjerëve. Për shembull, Profeti sallallahu alajhi wasallam kur çoi Muadh ibn Xhebelin në Yemen, çfarë i tha? Dhe shkosh te një popull prej tharëve të librit. Gjëja e parë që ti urdhërosh, cila është? Shahadeti. Thot pastaj, nëse e pranojnë shahadetin, në çfarë? Lajmëroj ata se Allah i ka bërë detyrë namazin. Dhe nëse ata pranojnë, dhe gradualisht i tregoj atij, i mësoj atij, edukoj të sahabë nderuar se cilat janë prioritetet në thirrje. Njeriu mund të gatarojë në lidhje me veten e tij, si individ, detyrat që ai pra kërkohet prej tij të zbatojë. Dhe mundet nga padija, pamundësia e njohjes, në logjikë së saktë se si dallohen, atëherë ky person mund të gabojë në zbatimin e detyrave, duke i dhënë rëndësi diçka që është më pak e rëndësishme. Dhe lë atë që është më rëndësishme për ta zbatuar, për ta praktikuar. Gjithashtu ky kapitull do mësojmë kapitulli 5 rëndësinë e kapjes pas sunetit dhe refuzimi i bidateve. Të dashur vëllezër, rruga e shpëtimit është të ndjekësh rrugën e profetëve. Rruga e shpëtimit është të ndjekësh rrugën dhe shembullin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Çdo kush do hyjë në xhenet përveç atij i cili nuk do, refuzon xhenetin. I thanë sahabët, kush është ai i cili nuk e do xhenetin? Thotë, kush më bind mua, kush ju bind urdhrit tim, ai do hyjë në xhenet. Dhe kush e refuzoi dhe nuk më bind mua, ai e ka refuzuar xhenetin. Çdo derë është mbyllur
Nëse kërkon ndonjë derë ose një rrugë e cila dëshiron të dërgojë të çojë tek Allahu i madhëruar tek xhenetet e tij, dije se çdo rrugë është e mbyllur. Dhe çdo derë është e mbyllur. Vetëm një derë është e hapur. Vetëm një rrugë të çon tek Allahu i madhëruar dhe tek xhenetet e tij. Cila është? Është rruga e profetit sallallahu alajhi wasallam. Thuaj, nëse ju e doni Allahun, atë çfarë? Më ndiqni mua. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Thuaj, o ju të cilët pretendoni dashurinë e Allahut azza wa jall, o ju të cilët pretendoni besimin në Allahun e madhëruar. Nëse besoni me të vërtet në Allahun azza wa jall, më ndiqni mua. Pra nuk ka kuptim ai sekt që ka dalur dhe ka qenë më para, që quhen Kur'aniyunët, Kur'anistët, që refuzojnë sunetin, e thënë mjafton Kur'ani për ne. Në realitet do e kanë mohuar Kur'anin, sepse Kur'ani përmban me qindra ajete, të cilat drejt për drejt ose jo drejt për drejt të urdhërojnë të ndjekësh dhe të bindesh rrugës profetike. Kapitulli 6 është sqarimi i çështjes së lagabëve, sloganëve, me të cilat disa mund të emërtohen, pra disa prej grupacioneve ose njerëzve. Shumë shikojmë sot dhe në kohën e kaluar, vërejmë emra të ndryshëm, vëllazëria muslimane. Ku diun selefit me një lagab tjetër, me një slogan tjetër. Selefit e realitetit, ose luanët e sunetit, ose ku diun pa sloganet të ndryshme. Ndjekësit e rrugës profetike, për shembull. Ose emërtime nga më ndryshme. Qoftë emërtime që kanë bazë në disa argumente, qoftë emërtime të cilat nuk kanë bazë fare. Atëherë, të sqarojmë se çfarë gjykimi ka të emërtohesh me këto slogane, me këto lagape, me këto emërtime, dhe cilat prej tyre janë të sakta. Dhe si ne e dallojmë rreth parë gjykimin për të emërtuar me këto lagape, me këto slogane, pra a lejohet apo jo, dhe si mundet besimtari të dallojë këto grupacione të cilat përdorin lagape që në vetë mund të ketë kuptim të saktë, por se në thelb, në brendësi, ata mund të kundërshtojnë të vërtetën rrugën profetike. Kapitulli 7 flet për sqarimin se Islami është detyrë për të zbatuar i tëri në tërësi. Pra nuk ka në fen ton zbato një pjesë të Islamit, ato që ti dëshiron, dhe lëre pjesën tjetër, ato që ti nuk vjen për shtat, për shembull. Allahu i madhëruar thotë në Kur'anin famlar, udkhulu fi silmi kafa. Hyni në fe plotësisht. Dhe nuk ka në Islam, pra në këtë kapitull do sqarojmë që rreth parë në lidhje me detyrimin e kemi detyrë të besojmë Islamin në tërësi, e para. E kemi detyrë të zbatojmë Islamin në tërësi, pa përjashtuar asgjë. Dhe njëherë, Islami si fe ka zbritur për të besuar në tërësi, pa bërë ndryshime, pa bërë përzgjedhje. Në lidhje me besimin. Dhe gjithashtu Islami ka zbritur si fe për ta zbatuar në tërësi, pa përjashtuar diçka prej tij. Pa thënë që kjo unë nuk e zbatoj, se kështu e shikoj unë. Në lidhje me detyrimin, çdo njeri, çdo musliman i cili ka besuar në Islamin është i kërkohet prej tij dhe është detyruar ta zbatojë Islamin në çdo çështje të tij. Normalisht individët ndryshojnë, pra muslimanët ndryshojnë në një tjetër. Dikush i zbaton tjetër detyra, dikush jo. Por se besimi është që ne jemi të detyrohemi ta zbatojmë Islamin
të gjithit. Pra rreth parë duhet besimi të dihet dhe të di qartë, pra të jetë njohja e qartë dhe të dihet se Islami si fe ka ardhur për të besuar i tëri, në tërësi, dhe për të zbatuar i tëri, pa bërë përjashtime. Pastaj në lidhje se sa i devotshëm është njeriu dhe sa i përkushtuar në lidhje me zbatimin e Islamit, duke pranuar mundësinë e tij e diçka tjetër. Po të paktën ajo që kërkohet është të dish se ky Islam nuk lejohet të përzjedhësh të shkonë besoj Allahun, profetin, po me lajke si besoj. O si besoj që nuk ka të gjykim, nuk ka një gjatë. Po s'u besoj që po kamatën e dur. Kamatën e dur, është halal. Ose diçka tjetër. A lejohet një person të përzjedhë, pra se që është lejuar dhe ndaluar, të që të dalesë unë nuk e pranoj. Ky quhet musliman? Jo. Kush mohon, masi bëhet e qartë, diçka prefes, ai i cili mohon me vetdije, me shpëtishëm, atëherë person është musliman, në realitet. Ose i cili mohon, thotë nuk besoj në lajk, në engjë. Nuk besoj gjithë librat minor, po Teuratën nuk e besoj. Nuk besoj gjithë engjë, po Xhibrilin nuk e besoj, ose Mikaili. Islami ka ardhur për të besuar në tërësi dhe për të zbatuar në tërësi. Pra, këto ishin 7 kapitujt që ky libër përmban libri Vlera e Islamit ose Pozita e lartë e Islamit, të autorit Muhammed ibn Abdul Wahhab. Pra ky libër konsiderohet metodologji e saktë në të cilën besimtari arrin të dallojë se kush është pasuesi i sunetit i të vërtetës, kush është pasuesi i të parëve, selefëve. Dhe fjala selef, disa shumë janë pyetur, ndoshta pyetëse, a lejohet të thonë se unë jam selef, unë jam selefi, se është përmendur, pra disa kanë abuzuar në këtë term, duke mos e përfaqësuar. Pra e kanë quajtur vetëm selefi dhe kanë abuzuar ose nuk janë sjellur, nuk kanë pasur sjelljen e duhur dhe të saktë që i takon një muslimani, i takon një personi që pretendon se ndjek rrugën profetike dhe rrugën e të parëve. E për shkak të këtyre personave që kanë qenë ekstremistë në moralin e tyre, në sjelljen e tyre, shumë persona sot kur gjejnë fjalën selefi, sikur ndjen frikë ose sikur ndjen diçka që është kjo fjalë. Selefi do të thotë sahabët. S'ka nuk është e frikshme. Selefi do të sahabët, do shokët e sahabët. Ma ana alejhi, është hadithi, me atë që unë jam dhe shokët e mi, pra të rëgohë për grupën e shpëtimit. Ma ana alejhi wa ashabi, me atë që unë jam dhe shokët e mi, që ka përmendur dhe xhamatit, bashkësi, islami. Xhamati cila është xhamati ose bashkësia e vërtet Ahlus Sunna wal Jamaa, pasues të sunetit dhe xhamatit. Janë të bashkohen në vërtetë, ndjekin Kur'anin dhe Sunetin, ashtu që ka kuptuar sahabët dhe të parët e mirë, pra dhe shokët e sahabëve. Ashtu rëndësishme është kjo hoxh, lidhje me kuptimin e argumenteve si kuptuar para ta, po. Se me ajetet kuranore dhe me hadithet, nuk i thënë kuptim të gabuar shumë për sejteve argumentohen. Por si kërkohet atyre, cili nga dietarët më parshëm i ka dhënë këto kuptime të tij. Është një pyetje që ti bosh çdo. Jo për të thënë debat, se debati është mirë. Dhe në bosh njerëz, ose të janë fanatik në atë në derimin e tyre. Por është një pyetje shumë e rëndësishme. Cili prej dietarëve ka mendimin tënd ose ka kuptimin tënd? Dhe nëse përmend një nga dietarët, nuk gjen një nga selefët. I themi shumica e selefëve për të dytë, se ka raste që nuk gjen një mendim, se edhe ata kanë qenë njerëz, një individ të gabuar në të parë. Se s'po themi që ka unanimitet në një çështje, nëse çështja nuk ka pasur ijma, pra unanim në mendim. Atë i thua shumica e sahabëve, shumica e tabiinëve, me këtë çështje si kanë qenë, çfarë mendimi?
shkurtim, çfarë kuptimi ka dhënë kësaj çështje ose këtij argumenti? Atëherë e dalë. Dhe nëse ai vjen me taksitim të saktë, që selefët kanë pasur shumica e tyre mendim, këtë x që ai e pason atëherë, bazohet në diçka të vërtetë. Po nuk mjafton vetëm Kurani dhe Suneti vetëm të thonë ti mja jeta e kuranor dhe jep kuptimin e tij. Prandaj është shumë e rëndësishme, pra në rrit të libri, inshallah, Allahu na dhënë mundësi të sukses. Arrim të dallojmë se cili është pasuesi i rrugës, pra të vërtet profetike, pasuesi i rrugëve të parëve, kush është njësuesi dhe adhuruesi i vërtet i Allahut më dhëruar. Dhe kush e mban me vërtet akiden e saktë të pastër. Dhe kush e refuzoi dhe kush pretendon se e mban. Pra, arrim, inshallah, me libër të ndihmon, të kuptosh më tepër, që arrim të shohësh pasuesit të vërtetës dhe pasuesit të kohës. Dhe autori, në këtë këtu inshallah, dhe mësimin që vjen inshallah do hym në tekstin e librit, autori e shkruaj të libër duke parë nevojën e madhe që kishte për sqarimin këtyre çështjeve. Duke jetuar me njerëzit e kohës së tij, vuri re se shoqëria në atë kohë, në problematikat përsëritën, kishin nevojë për të njohur me të çështje. Dhe janë nga çështje më bazike. Pra, dhe njëherë, autori, cili është shkaku që e shkroi këtë libër, ai ishte nga thirrësit dhe dietarët e kohës së tij. Nga thirrësit studiuesit të njerëzve në Kur'an dhe Sunet, në fenë e vërtetë. Lidhje me tauhidin, me adhurimin e Allahut vetëm, lidhje me ndjekjen e rrugës profetike, lidhje me adhurimin që ata kishin shpikur, ai thonë të vërtetën. Duke jetuar me ata, duke parë sa të nevojshme ishte sqarimi i disa çështjeve, ai tha është nevojshme të shkruaj një libër të mbesi bazë për brezat që vinë më pas. Dhe zgjidhja e autorit në shkrimin e këtij libri dhe me të ajinje e çdo shkrimi i tij, përmend çështjen, përmend titullin e kapitullit. Pastaj thotë argumenti, Kurani, Suneti dhe përmend fjalën e sahabëve, tabiinëve dhe dietarëve për këtë. Ky është zgjidhja e autorit në shkrimin e shumicës së librave të tij. Dhe të libër kështu e ka shkruar, përmend temën e kapitullit, përmend direkt argumentet për të edukuar, që më thënë më parë, për të edukuar lexuesin, besimtarin, individin musliman, se ai duhet të jetë fanatik i asnjë. I asnjë medhebi ose dietari. Dhe t'i kuptoj çështjet me argumente, fanatik i argumentit. Argumentit të saktë nga Kurani dhe Suneti, që kushtëzohet që këto dy argumente të kuptohen me kuptimin e saktë të sahabëve dhe tabiinëve. Dhe autori kështu ka shkruar këtë libër në Kur'an. E lutem Allahun e madhëruar të na mësoj që ta shkruajmë këtë libër në radhë parë, unë shpresoj të përfitojmë, sepse mësuesi ose hoxha është përfituesi i parë në çdo fjalë që ai thotë dhe përfiton. Pastaj gjithashtu edhe ju, dhe kjo është prej asaj që Allahu thotë në Kur'an, dhe ta shtunoni në të mira dhe devotshmëri, dhe mos ta shtunoni në gjuna dhe armiqësi, dhe ta shtunoni më i mirë që ne bëjmë një tjetrin, ose më i vlefshëm, më i rëndësishëm, është kur ne ulemi dhe mësojmë. Mësojmë atë që Allahu ka zbritur. Nuk kam të rëndësishme se sa ti. Të mësosh, të marrësh dije, të nxësh dije. Dija është dritë dhe mos dija është errësirë. Por se kontrollim. Ju dëruat sa shkoj, sa ka dojë të shkoj. Sa? Ka dhe gjysore kohë. 29 minuta ka që. Që më shpiku kjo? Ose pa? S'ka problem se i kam dhënë në rekord. I kam dhënë në rekord. I të dhënë, Allah së përdet. Dhe me e që në
Allah më rrë, të famë për në bërë me të vizë më për më shfigu. Edhe kështu, gjysore kaloj dhe çdo kush e ka shpërimin tek Allahu Azza wa Jalla, shpërimin më i mirë shpërimin e Allahut të mëruar. Dhe këto janë tubime, se po më kanë marrë. Janë tubime që ju i dini atitën në këtë vend për shkryet Allahut, tubime të sëndarë të kulturë Allahut. Allah i madhëruar ka përzgjedhur engjëj që urdhëron të zbresin, që në thënë ka njerëz me krahët të tyre. Engjëjt më të larta në krijim, nga të krijuar në drita, me rob të Allah, ulen me ne, edhe lusën Allahun për ne, për faljen e mëshirë. Pra nuk ka vend frikota më të mirë, pra më të mirë se sa tubimi i dijes të dynja, që janë shkruar në hadith, kopshte për kopshte xhenet. Ka që bëhet alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah.